Ka përfunduar pas afro 6 orësh mbledhja e kryeministrit Edi Rama me ministrat dhe me drejtuesit politik të qarqeve zgjati thuajse 6 orë. Kryeministri mblodhi rreth orës 14 në vilën qeveritare tek pallati i brigadave ministrat, kryesin e grupit parlamentar dhe drejtuesit politik të PS-s. Në këtë mbledhje mësohet se Rama ka kaluar në sit angazhimin e gjithë secilit për të bërë një vlerësim të punës së deritanishme. Fokusi kryesor i këtij takimi ka qenë zgjedhjet e 11 majit. Në mbledhjen e dieshme mësohet se është diskutuar për programin elektoral dhe qasjen që socialistët do të kenë ndaj qytetarëve në fushat. Një nga porositë kryesore të Ramës ka qenë angazhimi i patronazhistëve dhe mbledhja e sa më shumë votave, kryesisht nga diaspora. Kreu i qeverisë ka kërkuar mobilizim të strukturave për të arritur një rezultat pozitiv në këto zgjedhje. Një tjetër sfidë e rëndësishme për Partinë Socialiste që është diskutuar në këtë mbledhje është edhe përmbyllja e listës së kandidatëve për deputet në 12 qarqe, e cila duhet dorëzohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve brenda 12 marsit. Mësohet se në shumicën e qarqeve Rama e ka përpiluar listën me kandidatët e tij të preferuar për deputet. Nuk dihet nëse gjatë mbledhjes ka patur atërmbetje për çështje emrash apo renditje në listë, shtuar këtu faktin se prej kohësh PS-ja është allergjike ndaj kritikave dhe shprehjes së pakënaqësive. Vështirë se mund të kemi ndonjë reagim lidhur me këtë pjesë. Çështja e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian mësohet se ka qenë gjithashtu një nga temat e diskutuara në këtë takim. Megjithatë, mësohet se detajet të vogla për listat dhe disa çështje të tjera pritet të diskutohen gjatë ditës së sotme, ku do të ketë sërish një takim. Mbledhja do të nisë rreth orës 14 dhe mendohet të zgjasë deri në orën 18.